O më shqipni Kusht ka qit me kry I ke pas qenë se po një anë Urat e dheu të t'pjërshin na Siç fatkeqësisht pritej, erdhi edhe rasti tjetër, denigrimi, një akt I vështirë, le të themi. Por është edhe më keq se sa thjesht një akt I vështirë, është një ulje, është një degradim shoqëror, një farë lloj mënyre, domethënë që vetëm në raste të tilla fatkeqësisht mund ta shohësh drejt për drejt. Ata të cilët merren me këto lloj punësh ose tematikash e njohin mirë dëmin që mund të shkaktojë, po në këto raste është e vërtetë. E pra dikush I cili nuk është mor, I cili nuk është lum shoqëror, që nuk është gangster, që nuk është hajdut, që nuk është dealer droge, dikush që nuk I bie njeriu në qaf, por në atë kohën e tij të lirë, ku një pjesë e mirë e llumxhinjve të mëdhenj I shpenzojnë në për bare, restorante degraduese, pasi kanë lëpirë bythët e patronazhistëve gjatë një sezoni shumë të gjatë dhe shumë të vështirë zgjedhor, djemë të tillë mundohen që sa do pak lek të fitojnë, të lirojnë barën e familjarëve të tyre, të nxjerrin ai lek të vogël në mënyrë të tillë që këta të bëjnë një jetë sa më të mirë për veten e tyre. Edhe pikërisht këta persona që nuk I bie njeriu në qaf, këta persona janë ata që le të themi shqip fare e han në fund. Këta persona janë ata që gjithmonë marrin topën më të shkurtër të gjithë gjës. Unë nuk e di se në çfarë lloj shoqërie ne jemi shndërruar apo kemi qenë kështu gjithkohës, edhe mbase unë thjesht kam qenë shumë shiko. Ka edhe shumë mundësi që unë të qenë shumë naive dhe mos ta kem kuptuar asnjëherë, po që këto gjërat ndodhin, domethënë është brenda njohurive të mia, fatkeqësisht nuk më bën më përshtypje, më ka ndodhur mua para 10-11 vitesh kur kam punuar si kamarier, I ka ndodhur dhe shumë shqiptarëve të tjerë. Por atëherë ishte viti 2012-2013, jemi 2025 në sot, këpëm. Prisja të kishte ndryshuar diçka që nga bërë sakt më keq. Pas ka ndryshuar për keq. Unë nuk kuptoj se në çfarë realiteti ne jendojmë, çfarë realiteti ndajmë me njëri tjetrin, ku një kamarier, domethënë nuk del asnjëri të mbrojë një kamarier. Ai tipi, domethënë duhet gozhduar atje në moment kur të jetë. Nuk e di domethënë në çfarë niveli shoqërie jemi. Nuk e di pse jemi kaq njerëz të vështirë që nuk e duam punëtorin. Sa më ulet në thonjza të jetë në grad në krahasim me neve, domethënë ushtrojmë atë pislikun që na buron nga shpirti I mynxyr që kemi, që e mbajmë me vete për ditë. Nuk e di çfarë lloj pas kemi qenë dhe nuk e di nëse ne vërtet meritojmë të flasim për veten tonë sikur kemi ndonjë gjë më të madhe se të tjerët, e kupton? Se pavarësisht trumpetimit edhe idiotësirave që qarkullojnë në internet, vetëm ajo që kemi arritur këto 5-6 vitet e fundit të vërtetojmë është që në fakt jemi inferior krahasim me të tjerë. Kjo është tejet e qartë tashmë. Dhe jo gjenetikisht jemi budallënj, po thjesht nga psikoza mentale, nga histeria që kemi si popull, në mënyra se sillim me njëri tjetrin, se nuk I plas trapi njeriu se çfarë bën ti në shtëpi apo se ku e ke bërë shkollën. Mënyra se si ne trajtojmë njëri tjetrin na bën ne tejet inferior krahasim me shumë popull të tjerë. Po kur flasim me ish për përgjegjësi personale të gjithë kohës, kjo është pikërisht ajo për të cilën ne kemi fjalë. Janë këto ngjarje të ndyra, të vështira që vazhdojnë edhe ndodhin në Shqipëri, fatkeqësisht pa ju dridhur shepiku njeriu, edhe nuk merret asnjë lloj mase nga publiku, se nuk pres më nga mund shteti, nuk bën shteti të gjitha, po krijon këtë lloj sistemi në tillë. Edhe prandaj themi gjithkohë që përgjegjësia është personale, sepse çdo lloj personi që nuk bën gjë është pjesë e problemit, është në sistem.
edhe i shkërdhata që vuri duart mbi atë djalin, është pjesë e sistemit. Edhe përgjegjësia është e atij, ndër të tjera, është edhe normalisht është gjithë sistemi pler i ndërtuar për plera që sa më shumë plera të mësohen edhe të qëndrojnë në punë, që plera të mbajë plerën, edhe sistemi të mbajë vetveten, sepse sistemi për atë është, nuk intereson njëri fare domethënë se çfarë bëni unit tuaj apo se çfarë ju duhet juve. Ideja është që sistemi të funksionojë dhe të vazhdojë të funksionojë. Është detyra e parë. Po ngeli ndonjë gjë për juve mbas. E normalisht pler këtu, pler atje, çdo lloj produkti i këtij sistemi ajo punë do jetë. Tani çfarë ti thot Doni tjetër përveç kësaj gjëje? Që është mut, është. A duhet bërë, s'duhet bërë. Ndodh shpesh, ndodh fatkeqësisht jashtëzakonisht shumë shpesh. Shumë herë më shumë se sa duhet ndodhte. Mi feudal buri dhe, kupton, jemi edhe në mesjet, ku dëgjon, mund të kishte një mundësi të paktën të ftoje dikën në duel. Po kështu është barbarizëm, e kupton? Ne jemi gotët në 400 kusur në djegjen e Romës. Bile ata do këtë pas organizim më të madh, besoj. Është turp edhe fatkeqësi dhe pa dashur ta teproj, dua t'ju drejtohem nënave dhe baballarëve ose etërve. Thirrini mendje se çfarë po bëni, kë po votoni, si po punoni, po me kë po korruptoheni, ku po i gjeni lekët, çfarë po lejoni më saktë të ndodh në gjithë ambientin tuaj rreth e qark, vetëm që kafshata juaj të jetë sa më e madhe. Sepse mund të iki shumë shpejt, sepse nesër pasin se mund të jetë fëmia juaj, edhe ajo pëllëmba mund të jetë edhe një plumb. Në qoftë pse personi në fjalë mund të ishte i droguar, apo në influencën e alkoolit, apo ku dëgjon, pak rëndësika ose thjesht debil e kriminal nga natyra, mund të kishte qelluar. Edhe nuk është shaka fare sepse ka ndodhur përpara, edhe mund ndodhi prap. Jetojmë në një cirk real, miq. Në qoftë se lejoni këto gjëra të ndodhin rreth e qark jush, dijeni se në fund, në qoftë se juve nuk e hiqni vetë në puris, ta keni të sigurt që fëmijët tuaj do ta heqin. Sepse kjo botë ka një sistem jashtëzakonisht shumë të mirë ku secili i paguan borxhet dhe kostot e veta në një mënyrë apo në një tjetër. Duke ju lutur gjithë ti thrasti mendjes ti kolektiv dhe të dënojmë publikisht, por edhe personalisht në jetën tonë private dhe të përditshme dhunën, kriminalët, psikopetrit, është gjë më idiote dhuna. Është aq primitive, aq kafshërore, domethënë, ne jetojmë në vitin 2025, ka qindra mënyra për t'i zgjidhur të tilla probleme në mënyrë shoqërore, duke në këtë rast duke folur me menaxher apo ku dëgjon diçka tjetër. Po për çdo lloj tjetër nuk ka asnjë lloj arsye pse ne duhet të glorifikojmë dhunën. Është ignorancë, padituri e pastër, është kancer i shoqërisë, është diçka që do vrasë shoqërinë afatgjat. Këta persona do ikin, edhe ky djali që ishte kamarier ik plak, zhduku nga ai vend. Sepse ai vend shkërdhat ty kur mundohesh që të bësh një punë të vogël, që ti mos jesh parazit si shumë të tjerë, të ndëshkon. Kështu që valizhe vllai një orën përpara. Edhe të gjithë të tjerët, sepse nëse nuk arrihet një kompromis, nga të gjithë ata që kanë mend në kokë, të rinj, të vjetër, pleq, gra, vajza, Leila, Jeshil, ikni pastaj. Thjesht ikni avullon. Nëse nuk ka një konsensus që do rregullohemi ose s'ka, zhduku vllai. Kaq e thjesht është, nuk ka nevojë fare, domethënë që ta vrisni mendin, thjesht. Mini. Mi ditën e reu. Dhe atëherë, le të shpresojmë që diçka të ndryshojë. Gjithë mirat. Buçim në bu, CHI. Bu, CHI podcast.